Ka emër, ti zguxon ta thuash emrin, po do e them. Atë strukturë kanë ngritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata e paguajnë, ata e kanë instruktuar, ata e kanë marrë atje dhe u kanë dhënë instruksionet e posaçme, atje kanë mbajtur dhe kanë firmosur për detyrat e tyre që t'i kryejnë në bazë të ligjit shqiptar, se nuk u kërkohet të zbatojnë ligjet amerikane. U kërkohet të zbatojnë ligjet shqiptare, kodin penal shqiptar, të zbatojnë dhe të çojnë hajdutët dhe kriminalët në gjykat. Dosje për këta tanë kanë sjellë ata të huaj të mendoni avokat, ku i kanë çuar lekët, ku i kanë pronat, ku kanë investuar, se Shqipëria është e varfër, lekët ku ikën? Hetime janë bërë, zbulime janë bërë, në për banka nga të dhënat që disponoj unë, u janë sekuestruar, parat u janë blokuar kudo që i kanë pasur në botë. Sepse Byros Kombëtare të Hetimit dhe FBI-s amerikane nuk i shpëtojnë dot këta mostra që na qeverisin neve. Sa do të mençur që të jenë. Po këta kanë gjetur një popull që flë gjumë, një popull që do ta them shpirti im e di se si e them, po një popull i vdekur e pambuluar, një popull që s'kërkon asgjë, flë dhe nuk kupton se ç'po i bëhet rreth rrotull. Një popull që e gjeti si gomanin që po e shkyen te ujku dhe thoshte inshallah jam në ëndër. Ka 80 vjet që s'ka kundërshtuar një herë bolshevizmin në Shqipëri, populli shqiptar. Pak të shqyqyur tani vinë në Amerikë dhe na çlirojnë për tyre, për këtij oktapodhi vegan të jashtëzakonshëm që ka mbërthyer popullin dhe mendjen dhe shpirtrat dhe banesat e kombit shqiptar. Avokat, dy nga dosjet më nxehta janë Meta edhe Veliaj. Meta u fol në media që Spaku ka zbuluar një kartë që e ka përdorur bashkë me kryemallin. Meta tha që nuk vaj përgjegjësi për asnjë, as për fëmijët. Mund ta kenë. Jo. Mendoni që e shiti Monikën këtu apo jo? Të dini një gjë. As Monika, as Meta dhe asnjë nuk thotë të vërtetën për çfarë kanë bërë e si kanë bërë. Këto janë qoftë cikrima që u japin medias për të bërë propagandë, për të shpëtuar vetët e tyre, për të thënë që ne jemi të pafajshëm. Ato t'i lënë ata. Dhe asë mos u shkojnë në përmend se do t'ja hedhin amerikanëve. Asë mos u shkojnë në përmend se do dalin pa lagur. Absolutisht jo. Ata kanë vjedhur zotëri. Pse shkoni tutje? A nuk ishte Monika Kryemadi që në emision të televizioni Agon me atë gazetaren që kishte intervistuar Monika Kryemadi që tha kam 11 toalete në vilën në Lals, edhe kishte toalet dhe për Sashën, për Maçin. Nuk na thot Monika, ku i ka gjetur ato para? Me ç'a i bë? Me ç'a i bë? Të dalin të na thonë. Po harrova emrin e kësaj gazetare, sigurisht ka e harrova që ka i del. Pasuria e trashëgueshme, toka, prindrit, Ku? Ja të qëndojnë kur, se po të kishte pasuri trashëgueshme do ta kishte bërë me kohë. Ajo këtu në katë parë tek neve kanë ndonjë. Bleu Hyrin që kishte ngjitur me shtëpinë e teatrit, pra i bëri të dy hyrjet bashkë këtu në Shallvare, pastaj se ku gjetën një cop tokë atje dhe bën një shtëpi çfarë bën, nuk e di çfarë bën atje, dhe pastaj na dolën me vila në Lalës, na dalin tani me miliona duke studiuar fëmijët në Londër, o zotëri. Avokati Metës tha që s'ka asnjë pasuri ish president, zero. Ta që sharaku, realisht e që sharak. Po mi ma shtu do thotaj, pëse qa pretje të thot avokati atija. Mos harroj që unë kam thënë që kasta me poshtë në Shqipëri jemi ne avokatët. Bëj përjashtim vetë, dhe dal një shqiptar thot zase Islami më ka mashtrosëm, ka marrë lekët pa bërë punën, ose më ka tradhtuar me palën tjetër. Dhe dal një. Do me thënë duhet një veting amerikan tek avokatët. Absolutisht po, është urgjent, është imediat, është që nuk pret puna. Që këta të shqyrojnë të avokat të therasin mëndjes. Të therasin mëndjes. Dhe të bëjnë detyrën e avokatit, se detyrë e avokatit është detyrë e shenjtë. Është ai që mbron dhe lufton për të drejtën. Shtatori e ka Veliajin për jashta, apo kemi zgjedhje të reja shtator? Me të vërtetë shpreson të dalë Velia? Po jo, ore u së kuptoj. Ku e bazon të këtë shpresë të Veliajit, ose e Veliaj vetë, ku e bazon këtë mendim që thotë? Mund mbyllen hetimet, dosja çohet për gjykim, nuk kam mundësi për prishje provash, gjykimi vazhdon gjendjen e lirë.
Kush të vazhdojnë gjinit lirë? Më ka vjedhur miliona edhe të vazhdojnë gjinit lirë, jeni mirë ju. Si do vazhdojnë gjinit lirë? Po t'ishe për të vazhduar në gjinit lirë, burgjet do ishin bosh tani. Po aty bajnë me një vite me 2 qytetarë shqiptarë, djemë të ri, që janë kapur me 5 gram hashash, apo me 2 doza heroine, kokaine, me qaj kapi. Këtë do dalë se s'bure mirë, kuj ka bërë vezë dhe kuqe, jo më zotë jo. Erion Velia është mega hajduti që ka punuar bashkë me Ramën. Janë të tërë bashkë këta, të tërë bashkë kanë vjedhur. Avokat, duke qenë se